Fenomeni i bullizmit vjen të mbetet një nga problematikat më shqetësuese në mjediset arsimore dhe shoqërore. Sipas sociologëve, përfshirja e fëmijëve dhe të rinjve në aktivitete në grup, nisma vullnetare dhe forma të tjera të angazhimit pozitiv social ndikon drejt për drejt në uljen dhe parandalimin e këtij fenomeni. Specialistët theksojnë se vlera si miqësia, empatia, solidariteti dhe vullnetarizmi, të cilat dikur kultivoheshin natyrshëm në komunitet dhe shkollë, sot duken të zbehura duke krijuar terren për sjellje përjashtuese dhe agresive mes bashkëmoshatarëve. Në shkollë ka humbur ndjenja e solidaritetit, të punës në grup, të vullnetarizmit, të ndarjes së roleve brenda klasës, kujdestaritë që ne kemi bërë dikur kanë qenë shumë efektive dhe shumë të mira, sepse nxënësit solidarizoheshin me njëri tjetrin dhe përbërja ndërtoheshe në mënyrë të tillë që të kishte një nxënës shumë të mirë, një mesatar dhe një të dobët. Dhe ata nuk etiketonin më njëri tjetrin, por solidarizoheshin në një punë të përbashkët, siç kanë qenë orët e kujdestarisë apo pastrimi i klasës mbas mësimi. Ato kanë qenë disa punë të cilat jo për të krijuar nostalgjinë çfarë kemi kaluar ne si gjenerata, por për të marrë funksionalitetin që kanë pasur disa gjëra dhe ne sot i kemi humbur. Kultivimi i empatisë përmes aktiviteteve organizative, projekteve në grup dhe angazhimit komunitar shihet si një nga rrugët më efikase për të frenuar bullizmin dhe për të ndërtuar një kulturë respekti dhe mirëkuptimi mes të rinjve.